Një person rreth 50 vjeç është gjetur sot në mëngjes i shtrirë në Dubon, pranë antenave në zonën e Midës në fshatin Krap të Pukës, në një ngjarje që ka alarmuar banorët dhe shërbimet e emergjencës. Policia e Pukës u njoftua se rreth orës 09:20 nga një banor i zonës, i cili raportoi për praninë e një personi shtrirë në afërsitë antenave të komunikimit. Menjëherë, shërbimet e policisë bashkë me emergjenca civile dhe ekipet shëndetësore u nisën drejt vendngjarjes. Nga verifikimet paraprake rezultoi se bëhet fjalë për shitasin iniciale LK, punonjës të një kompanie celulare, i cili dyshohet se kishte shkuar për të rregulluar një defekt në një prej antenave ku u qeti shtrirë në gjendje të rëndë. Dyshohet se ai mund të ketë pësuar dëmtime si pasojë e një rënjeje apo goditjeje gjatë punës së terren, por edhe kushtet e vështira të motit dhe dëbora mund të kenë ndikuar në gjendjen e tij. Pasi mori ndihmën e parë në vendngjarje, 40 vjeçari u transportua me një helikopter të shërbimit të emergjencës drejt Spitalit Universitar të Traumës në Tiranë, ku po trajtohet për dëmtime të mundshme dhe gjendja paraqitet e rëndë. Ndërkohë, një grup hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, duke përfshirë shkakun e rrëzimit apo dëmtime të punojësit dhe faktorë që mund të ketë shkaktuar atë. Hetimet do të përfshinë edhe verifikimin e kushteve të punës, objektin e sigurimit teknik dhe kushtet e motit në momentin e ngjarjes.